Revista Emus del pa ndërprerje qysh nga viti 1998, çdo 3 muaj, mesatarisht me 200 faqe. Pra, kysha here në këto 15 vjet janë rreth disa mira të tilla në gjuhët shqip, rumanisht, por edhe në gjuhë të tjera kryesisht si përmbledhje. Është cilësuar tashmë reviste evropiane dhe burim të dhenash të rëndësishme jo vetëm kulturore, por edhe shkencore. Aty çdo material i botuar mund të citohet si material shkencor, me rastin e mbrojtjes së një doktorate, me rastin e pjesëmarrjes me kontesa apo referat në një veprimtari shkencore ndërkombëtare, pjesëmarrësit e redaksisë të kolegiumit, personalitetet të shquara në fushat përkatëse, akademik, profesor universiteti, shkrimtar të shquar, gazetar të njohur dhe kështu me radhë. Në saj pra të tematikës të larmishme që trajton revista, në saj të nivelit të lartë gjithmonë të materialeve që botohen, ka merituar çmime ndërkombëtare me raste të ndryshme. Në themel të tematikës son janë problemet e rajonit, me tekst të veçantë në ato që shqetësojnë popullin ton, kombin ton, kombin rumun, por edhe kombe të tjerë, të cilët gjatë shekujve kanë qenë në lidhje të ngushtë me njëri tjetrin dhe kanë përballuar të njëjtat vështirësi e pengesa që janë krijuar kryesisht nga të huajt. Ne përpiqemi pra të përhapim, të qëmtojmë dhe të përhapim vlerat e mirëfillta kulturore në kontekst evropian.